Obori mbretëror u bë me trashëgimtar të ri. Princ Leka ndan foton me të birin Aleksander dhe princesh Blerton, kënaqësi e veçantë. Princ Leka ka reaguar zyrtarisht pasi ai dhe bashkëshortja e tij, princesha Blerta, u bën prindër të një djali, të cilin kanë vendosur ta quajnë Aleksander. Tashmë Geraldina e vogël është bërë me një vëlla, ndërsa obori mbretëror ka një trashëgimtar të ri. Princ Leka ka bërë publike dhe disa detaje nga lindja e të birit, i cili erdhi në jetë në orën 11:11 në maternitetin mbretëresha Geraldine, institucion që mban emrin e gjyshes së tij. Princi thekson se i porsalinduri Aleksander, ashtu edhe bashkëshortja e tij princesha Blerta, gëzojnë shëndet të plot. Gjithashtu ai ka ndarë një fotografi familjare me të birin dhe Blerton nga materniteti. Po ashtu, Princ Leka ka falendëruar stafin e maternitetit, mbretëresha Geraldine për kujdesin e arzakonshëm, profesionalizmin dhe përkushtimin e treguar gjatë kësaj ngjarje të gëzueshme. Ja dhe reagimi plot i Princ Lekës. Njoftim zyrtar. Obori mbretëror shqiptar ka kënaqësinë e veçantë të njoftoj lindjen e lartësisë së tij mbretërore, Princ Aleksandri shqiptarëve, djali të lartësive të tyre mbretërore, princi të kurorës, Leka i dytë i shqiptarëve dhe princeshës Blerta. Princi Aleksander lindi paraditën e spremtes ora 11:11 më 10 korrik 2026. Lartësia e saj, princesha Blerta, solli në jetë Princ Aleksandri në spitalin universitar obstetrik ginekologjik mbretëresha Geraldine në Tiranë. Princi Aleksander lindi me peshë 3 kg me 115 gram. Princesha Blerta dhe Princ Aleksandri gëzojnë shëndet të plot. Princi kurorës dhe princesha Blerta shprehin mirënjohjen e tyre të sinqert ndaj ekipit mjekësor të spitalit universitar obstetrik ginekologjik. Mbretëresha Geraldine për kujdesin e arzakonshëm, profesionalizmin dhe për kushtimin e treguar gjatë kësaj ngjarje të gëzueshme. Obori mbretëror shqiptar.